Natyrisht që unë nuk do t'i shmangem sot këtu temës që lidhet dhe me Belinda Ballukun, por nuk do të merrem me procesin që ka nisur në parlament, sepse normalisht të pres edhe raportin e Këshillit të Mandateve përpara sa të them dhe unë fjalën time në mënyrë shtërruese për temën e imunitetit. Kryeministri Edi Rama paralajmëroi kështu publikisht se kur do ta thotë fjalën e fundit lidhur me kërkesën e SPAK-ut për dhënien e autorizimit për arrestimin e zëvendës kryeministres Melinda Balluku, ndërsa përpara anëtarëve të qeverisë e grupit parlamentar theksoi pse i ka rrëzuar 3 akte dorëheqje. Kur ndryshe nga vendet me drejtësi dhe me institucione të konsoliduara, në Shqipëri drejtësia sapo ka nisur ta shijojë pavarësinë, ne nuk mund të hymë në vallën e dorëheqjeve automatike sa herë ngrihet një akuzë. Po duhet bëjmë secili punën e vet, ne tonë drejtësia të vetëm. Pati kritika për pezullimin e numrit 2 të qeverisë si një ndërhyrje në pavarësinë e ekzekutivit. Çfarë është përveç se ndërhyrje brutale në territorin e pushteteve të tjera, pezullimi i ministrit? Mekanizmi i qeverisë së vendit nuk mund të kurdiset dhe të shkurdiset sa herë prokuroria ngre një akuzë. S'bëhet dot. Përballë kësaj situate dhe kritikave se pse nuk ka dorëheqje morale, kryeministri theksoi se ky hap do të vi, por pasi drejtësia të jetë e drejtë. Koha e të ashtu quajturave dorëheqje morale nuk diskutohet që do të vi, por pasi të kalojë kjo fazë revolucionare e pavarësisë drejtësisë. Rama nuk i kurseu kritikat në një fjalim gati 100 minutësh që kaloi nga analizat e reflektimet dhe angazhimi për drejtësinë e re. Kur sidomos përmes SPAK-ut, drejtësia ka filluar të bëjë një shërbim të pamohueshëm për vendin, por po bën dhe një dëm serioz kolateral mbi administratën, me ca argumenta që i thon logjikës mbyllë gojën se të futa brenda. Për këtë, theksoi edhe raportin e Këshillit të Evropës që ngre problematikën e paraburgimeve në masë, ndërsa shtoi në argument urdhër arrestet në seri. Kur Shqipëria figuron si vendi me një rekord të zymt evropian dhe heqja e lirisë është funksion i garantimit të lirisë. Theksoi angazhim për ngritjen e prezumimit të pafajësisë. Në radhën më të parë, ngritja e piedestalit të shëmbur të prezumimit të pafajësisë. Kreu i mazhorancës bëri të qartë se do të ecë përpara menismën për kode politike të reja penale dhe ndarje të qartë të pushteteve. Rivizimi i kufive mes çështjeve penale dhe atyre administrative, se janë bërë si ato vija dhe bardha që kanë vetëm namin po jo nishanin. I ktheu përgjigje publike një hartuesi pishman të reformës në drejtësi. Drejtësia e pavarur është investimi më i madh strategjik i Partisë Socialiste për të gjithë brezat që vinë. Duke e theksuar se personalisht do të bënte të njëjtën zgjidhje, në cilësinë e kreut të mazhorancës dha një porosi të qartë për qëndrimin karshi SPAK e drejtësisë së re. Asnjë hap mbrapa, pavarësia e gjyqësorit nuk preket, vetëm forcohet. SPAK-u nuk preket, vetëm mbështetet. Hapa përpara po, pa asnjë diskutim. Paralajmëroi një odë dialogu me socialistët për gjithçka. Aty ku e kemi dhe burimin e fuqisë sonë. Nuk e mbylli as pa thumbimet ndaj kryedemokratit Sali Berisha e partive të reja. Kurse këtu one and only është një plak i marr me 5 dërrasa mangut, që të heqë zvarr pas vetes 500 vet e deri tek ballisti Agron dhe komunisti Arlind, që i mbajnë syt të gjithë ke stacioni trenit